Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojemi në kanalin tonë Rrëfi me Jete. Në fakt që ditën e djeshme kur kemi raportuar për zjarrin në Krujë dhe për gjendjen të tmerrshme, për gjendjen apoliptike që e kaploi qytetin e Krujës, kanë qenë të shumta letrat edhe mesazhet që kanë britur në redaksin time nga zonja të ndryshme që shkruanin për tmerrin të cilin e përjetonin dhe për atë katastrofë të madhe që sytë e tyre e pan. Unë dua të ndaj një nga ato letra që në fakt është një letër shumë e dhimbshme, është një letër goxha e tmerrshme që ka të bëjë pikërisht me këtë ngjarje. Mbrëm, Kruja nuk dukej më si Kruja që ne e njohim. Mbrëm, nuk dëgjohej qetësia e natës, por dëgjohej qetësia e frikës. Duhet thënë se krutanët kanë lënë të gjithë shtëpitë e tyre dhe janë larguar nga qyteti i Krujës, vetëm e vetëm që të shpëtojnë veten, por me zemër të thyer, një tmerr që nuk përshkruhet. Dëgjohej era, dëgjohej zjarri, dhe mbi të gjitha dëgjoheshin lutjet e njerëzve. Unë jam një grua nga Kruja dhe po e shkruaj këtë email me duar që ende mua më dridhen, por dua t'i tregoj shqiptarëve se çfarë ne mbrëm kaluam. Nuk e di si ta shpjegoj atë që ne e pam mbrëm. Nuk e di si mund t'ja tregosh dikujt tmerrin kur flakët ishe jo më larg se mali, por në të vërtet pranë shtëpisë tënde. Kur hap dritaren dhe në vend të ajrit të natës të vjen tymi, kur shikon qiellin krejtësisht të kuq, kur sheh flakët duke zbritur nga mali dhe e pyet veten, a do të arri deri tek shtëpia ime? Mbrëm, në të vërtet për ne, kjo nuk ishte më pyetje. Ishte frika më e madhe që ne e kishim. Zjarri u përhap më njëherë dhe gjithçka dukej sikur po ndodhte shumë shpejt. Dhe unë me të vërtet edhe sot që po shkruaj, ende nuk e kuptoj se çfarë ndodhi. Si u rit kaq shumë ky zjarr? Si arritëm nga një vatër zjarri në një pamje ku flakët dukeshin sikur po e hanin malin krejtësisht? Si mund të shikosh një mal të tërë duke u përfshirë nga flakët edhe të ndihesh kaq i pafuqishëm? Ne jemi njerëz të zakonshëm, kemi shtëpitë tona, kemi fëmijët tanë, kemi prindër, kemi kafshë, kemi kujtime brenda atyre mureve. Dhe kur zjarri afroheshte, nuk mendon më për asnjë gjë tjetër. Mendon vetëm o Zot, na shpëto. Mbrëm, zjarri ishte aq pranë sa ndjem frikën edhe brenda shtëpive. Dritaret ishin aty, por pas tyre nuk kishte më qetësi, kishte flak, kishte tym, kishte një qiell sikur ishte kthyer në një fer të papar. Dhe turpi më i madh është kur sot dëgjoj njerëz që thonë, pse nuk ndihmuan, pse nuk hyn, pse nuk u afruan më shumë. Unë nuk dua ta akuzoj askënd pa ditur të vërtetën.
Nuk dua të them diçka që nuk kam parë me sytë e mi, por dua të them atë që ne ndjem. Ne kishim frikë, ne ndonim ndihmën, edhe ndihmën e kishim. Zjarfikset e shkret në për zjarin e kishin në fytyrë. Nuk dinin më se çfarë të bënin. Aq ishte mundësia e tyre. Ka ndenjur deri në orën 6 të mëngjesit vetëm për të na shpëtuar ne. Donim të shihnim më shumë njerëz më shumë jetë, po kjo është. Ato të shkretët me tmerr e kanë kaluar gjitha atë natë. Rrezikonin. Kur flaka është larg, duket sikur ke kohë, por ato u munduan që të shpëtonin shtëpitë dhe e kanë mbajtur situatën në kontroll, edhe pse në shumicën e rasteve u dilte jashtë kontrolle. Por kur flaka zbret nga mali, koha nuk ekziston më. Atëherë çdo minutë është jetë. Çdo minutë është shtëpi. Çdo minutë është një familje që pret të shpëtoj. Dhe dua të them diçka, mos i fajsoni me njëherë zjarfiksit. Mos harroni se edhe ato janë njerëz. Edhe ata futen aty ku ne kemi frikë të afrohemi. Edhe ata rrezikojnë jetën. Por pyetja që duhet bërë është, a kemi mjetet të duhura? A kemi kapacitetet e duhura? A jemi të përgatitur për një zjarr që zbret nga mali drejt shtëpive? Sepse nuk mund të presim që një zjarr të bëhet katastrofë dhe pastaj të fillojmë të pyesim se çfarë duhej bërë. Duhet të mendojmë më herët, duhet të pastrojmë zonat, duhet të kërkojmë rrugë emergjence, duhet të kemi mjete, duhet të kemi plane, duhet të kemi njerëz të trajnuar, sepse Kruja nuk është vetëm një qytet. Kruja është shtëpi e mirë e njerëzve, është historia jonë, është mali, është toka jonë dhe është vendi ku njerëzit kanë lindur, janë rritur dhe kanë ndërtuar jetën e tyre. Dhe kur shikon flakët duke ju afruar shtëpive, nuk sheh vetëm një zjarr, sheh mundin e një jete që mund të zhduket për pak para minuta. Një shtëpi nuk është vetëm tulla dhe beton. Brenda janë shtëpi, janë fotografi, janë dokumente, janë rroba fëmijësh, janë kujtimet e prindërve, janë gjërat që nuk blihen dot me para. Dhe mbrëm, shumë njerëz ndoshta menduan, po sikur të humbasim gjithçka. A e dini çfarë do të thotë të rish në oborin e shtëpisë dhe të shikosh qiellin të ndriçojë nga flakët? A e dini çfarë do të thotë të dëgjosh njerëzit duke thirrur njëri tjetrin? A e dini çfarë do të thotë të marrësh fëmijën për dorë dhe të mos dish nëse duhet largohesh apo të qëndrosh? Kjo është frikë, dhe është frikë e vërtet. Dhe ndoshta ata që e pan nga larg nuk mund ta kuptojnë, sepse nga larg një zjarr është një pamje, nga afër është tmerr, është nxehtësi, është tym, është zhurmë. Ti ndihmojmë Krujes dhe ta mbështesim Krujan të gjithë.